Qendra Rinore për Teknologji Informative dhe Startup në Maqedoninë e Veriut ka përmbyllur me sukses fazën e parë, e cila përfshinte realizimin e një programi të avancuar trajnimi në fushën e teknologjisë informative, me kozgjatje 18 muaj. Iniciativa u realizua nga një organizatë vendore me mbështetje ndërkombëtare humanitare dhe kishte si objektiv kryesor rritjen e punësueshmërisë së të rinjve përmes pajisjeve së tyre me aftësi konkrete dhe të kërkuara nga tregu i punës. Projekti u zbatua në partneritet me një akademi profesionale të teknologjisë informative e cila shërbeu si partner trajnues, ndërsa në proces u përfshin edhe institucione relevante publike. Bashkëpunimi nëpërmjet aktorëve siguroi standarde të larta trajnimi, koordinimi të qëndrueshëm dhe rezultate të verifikueshme. Gjatë aktivitetit përmbylljes të fazës së parë, përfaqësuesit e projektit tekstuan se investimi në dije dhe aftësi praktike është një nga mekanizmat më të qëndrueshëm për adresimin e papunësisë së të rinjve, duke nënvizuar se ky program është ndërtuar mbi nevojat reale të tregut dhe jo mbi qasje formale afaqshkurtra. Në emër të Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit. I nderuar drejtor i zyrave të organizatës ndërkombëtare humanitare Islamic Relief në Kosovë dhe Shqipëri, Dr. Muhamet Suleman, i nderuar i kryetari i Këshillit të Komunës së Çajiri, Dr. Muhamet Mërtezi, i nderuar kryetari i Fondacionit për Zhvillim dhe Qytetërim Aksis, Zotëri Rufat Sherifi, i nderuar drejtor i Qendrës për Trajnime në fushën e IT-s Infotech Academy, Zotëri Burim Sherifi, të nderuar përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe institucioneve të ndryshme, të nderuar student, të nderuar të pranishëm. Më lejoni që fillimisht t'ju përshëndes. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqe, mëshira, begati dhe mirësitë e Zotit Madh qofshin mbi të gjithë ju. Fillimisht ju dëshirojmë mirëseardhjen në këtë event të organizuar nga Organizata Humanitare Kalliri i Mirësisë me rastin e përfundimit me sukses të fazës së parë të projektit në fushën e teknologjisë informative, i cili zgjati plot 18 muaj. Organizata Humanitare Kalliri i Mirësisë, gjatë gjithë kësaj periudhe të veprimtarisë së saj 35 vjeçare, ka realizuar një numër të madh të projekteve në sfera të ndryshme, duke u nisur nga ato me karakter humanitar-social, projekte zhvillimore, projekte në shëndetësi, në infrastrukturë, mirëpo projektet e realizuara në sferën e arsimit dhe aftësimit çdoherë kanë qenë dhe të mbeten të një rëndësie të veçantë, e një ndër to është edhe ky projekt të cilin po e finalizojmë sot. Ideja për realizimin e një projekti të tillë lindi duke e parë nevojën apo kërkesat e tregut të punës, të cilat janë gjithnjë më të mëdha për kuadro të kësaj fushë, si dhe digitalizimi gjithnjë e më i madh i shoqërisë në përgjithësi. Fillimisht realizuam një pilot projekt të ngjashëm me këtë me 8 studentë dhe duke i parë rezultatet ku shumica e studentëve u punësuan në për kompani të ndryshme ende pa përfunduar trajnimi, vendosëm të përgatisim projektin e radhës, por kësaj here me numër më të madh të nxënësve dhe studentëve. Ky projekt filloi të realizohet më 5 korrik 2024. Trajnimin e ndoqën 30 studentë, të ndarë në 2 grupe. Grupi i parë prej 15 studentëve ndoqën trajnimin në CCNA dhe CCNP, do të rrjeta kompjuterike, kurse grupi tjetër gjithashtu prej 15 studentësh në full stack. Me anë të këtyre projekteve, besoj se ëndra për një të ardhme më të mirë po shndërrohet në realitet, duke ndërtuar atë në mënyrë aktive. Ne besoj fuqishëm se investimi në dije dhe aftësi profesionale është investim më i qëndrueshëm për të ardhmen e një vendi, dhe njëherët paraqet dritare shprehëse dhe fuqizimi. Qëllimi kryesor i këtij projekti është fuqizimi i të rinjve dhe përgatitja e tyre sipas kërkesave reale të tregut të punës në fushën e IT-s, një sektor që po zhvillohet me ritme të shpejta dhe që ofron mundësi të mëdha të punësimit dhe vetëpunësimit. Në bazë të rezultateve të arritura, sot me krenari mund të themi se këta të rinj janë më të përgatitur, më të aftë dhe më të sigurt për hapat e tyre të ardhshëm profesional. Ky projekt është një dëshmi e besimit tonë në potencialin e të rinjve tanë. Duke investuar në arsimin dhe aftësimin e tyre, ne po i ndihmojmë ata të ndërtojnë vetbesim dhe pavarësi. Ne nuk po formojmë vetëm profesionist të aftë, ne po synojmë të përgatisim lider të ardhshëm që do të zhvillojnë inovacionin dhe do të frymëzojnë ndryshimin.
Por kjo nuk është fundi i këtij rrugëtimi. Pas përfundimit të kësaj faze, studentët do të kenë mundësinë të ndjekin një trajnim të veçantë për hapjen dhe zhvillimin e startupeve, ku do të pajisen me një uri bazike praktike mbi sipërmarrësinë, menaxhimin dhe inovacionin. Kalliri i Mirësisë do të vazhdojë të mbështesë ata edhe në këtë fazë, sepse ne besojmë se idetë e mira dhe puna e ndershme meritojnë përkrahje konkrete. 10 biznes planet që do të përzgjedhin si më të mira nga komisioni adekuat do të përkrahen nga ana jonë në realizimin e të njëjtave. Organizata humanitare Kalliri i Mirësisë do të vazhdojë të investojë në projekte që krijojnë vlera afatgjate, që ndërtojnë kapacitete dhe që u japin të rinjve shpresë, dije dhe mundësi reale për një jetë më të mirë. Në këtë rast, në emër tim personal, në emër të organizatës humanitare Kalliri i Mirësisë dhe në emër të nxënësve dhe studentëve që ndoqën këtë trajnim, dua të shpreh falënderimet e mia më të sinqerta për zyrën e Islamic Relief në Kosovë, drejtorin e saj Muhamet Soliman, si dhe stafin e saj për bashkëpunimin korrekt dhe procesuimin me sukses të këtij projekti deri te zyra e tyre në Zvicër, e cila e mbështeti projektin në fjalë. Gjithashtu, me këtë rast falenderoj edhe Akademinë Infotek, drejtorin e saj Burim Sherifi, si edhe stafin e saj për bashkëpunimin, përkushtimin dhe profesionalizmin e treguar në realizimin e këtij projekti. Falenderoj gjithashtu edhe nxënësit dhe studentët të cilët me përkushtim, disiplinë dhe vullnet mundësuan që ky projekt të realizohet i suksesshëm. Falenderojmë edhe të gjithë ata që në një formë apo formë tjetër kontribuan në realizimin me sukses të këtij projekti. Ju falenderoj edhe juve, të nderuar mysafir, dashamir e miq të Kallirit të Mirësisë që ndatë kohë dhe na nderuat me prezencën tuaj. Allahu ju shpërbleft. Krejt në fund kisha edhe një porosi për ju të ndashur nxënës e student. Mos u ndalni këtu. Ky është vetë fillimi. Vazhdojeni rrugën e dijes, punoni me ndershmëri dhe mos harroni se suksesi juaj është edhe suksesi ynë, i familjeve tuaja dhe i shoqërisë në përgjithësi. Ju dëshiroj shumë sukses në karrierën tuaj dhe dyert tona do të jenë gjithmonë të hapura për ju, por njëkohësisht edhe ne shpresojmë në ndihmën tuaj atëherë kur ne do të kemi nevojë. According to the protocol, I should mention the VIV guests first. Është nder dhe kënaqësi e veçantë për mua që sot me qenë pjesë këto me nda rezultatet e fazës së parë të projektit Youth ICT and Startup Hub të përkrahur nga zyra e Islamic Relief në Zvicër. Kjo është një iniciativë që synon të investoj në atë që është pasuria më e madhe e çdo shoqërie, pra të rinjët tonë. Këtë projekt së bashku në bashkëpunim me Kallirin e Mirësisë, me të cilët gjithmonë takohemi dhe mundohemi të bëjmë projekte sa më të mira, kemi pasur një vizion të qartë të mos ofrojmë vetëm ndihmë afat shkurtër, por të ndërtojmë mundësi afat gjata. Të pajisin të rinj me aftësi që i bëjnë ata të pavarur, të punësueshëm dhe të përgatitur për tregun modern të punës. Për gjatë këtyre 18 muajve, 30 të rinj pra pas kanë përfunduar me sukses trajnimet e certifikuara në ICT. 15 nga ta këto trajnime që janë CCNA dhe CCNP, sepse ju i dini më mirë ato, dhe 15 të tjerë në full stack. Këto nuk janë thjesht trajnime, janë pasaporta për të ardhmen e tuaj profesionale. Ky prap dua ta ceki që ky sukses nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen e Islamic Relief në Zvicër, pa bashkëpunimin me zyrën Kallirin e Mirësisë dhe normalisht sigurisht bashkëpunimi Islamic Relief Kosovë me Kallirin e Mirësisë, e cila vazhdon të dëshmojë se zhvillimi qëndrueshëm fillon me investimin në njerëz. Islamic Relief Kosova e ka përkrahur këtë projekt në momentin kur zyra Kalliri i Mirësisë ka ardhur me këtë ide.
si pjesë e qasjes së saj zhvillimore ndaj luftës kundër papunësisë së të rinjve. Po ashtu dua të falenderoj edhe Infotech Akademi për implementimin profesional, si dhe institucionet publike për bashkëpunimin e frytshëm. Ky koordinim mes partnerëve është dëshmi e qartë se kur punojmë së bashku rezultatet janë reale dhe të qëndrueshme. Kështu që sot nuk po festojmë vetë përfundimin e kësaj faze, po festojmë fillimin një rruge të re, një rruge drejt punësimit, inovacionit dhe dinjitetit. Në një ngjarje që besoj më e rëndësishme për gjithë ne është për ata që e kanë përmbyll me sukses këtë trajnim. Dija dhe përvoja që kam përfituar e cila besoj do t'ju ndihmon shumë në kohën që po vjen, një kohë që i përket teknologjisë së informacionit, një dije e cila nuk përfundon me kaq besoj, po duhet të së ndërtohet edhe më shumë, sepse asnjë dije nuk është përfundimtare në asnjë moment, por atyre kjo mund t'ju shërbej dhe duhet t'ju shërbej si një hyrje e mirëfillt në ngritjen e tyre edhe intelektuale, edhe profesionale dhe gjithandej. Kalliri është një organizatë që është themeluar në vitin 1991 dhe kur sot po e shoh Kallirin me një projekt të tillë, sikur e tha dhe kryetari miku im i hershëm Nexhat Lika, me aktivitetet humanitare që përfshinin kategorinë e nevojtarëve, jetimëve, pastaj duke kaluar në infrastrukturë dhe shëndetësi për ta përmbyll spaku deri sot me një trajnim të tillë që i përket teknologjisë informacionit. Kjo flet mbi gjitha mbi ngritjen që Kalliri i Mirësisë e ka vë për këto 3 dekade e gjysmë në fushëveprimin e vet. Unë uroj që fushëveprimi i Kallirit me gjithë ata që kanë bartur proceset edhe që po i bartin edhe sot të arrijë edhe projekte tjera dhe suksese tjera, duke i dëshiruar shumë sukses. Padyshim një falënderim dhe mirënjohje meriton edhe Islamic Relief-i me kontributin që po jep në rastin konkret me Kallirin e Mirësisë në projekte të ndryshme, dhe besoj që bashkëpunimi i tyre do të jetë edhe më i madh në të ardhmen. Në takimin që patëm para disa ditëve kur na vizituan drejtuesit e Kallirit të Mirësisë të Komuna e Çajirit bashkë me kryetarin Izet Mexhiti, thamë që Komuna e Çajirit është e hapur për të gjithë, në veçanti është ky sektori që ka të bënë me shoqërinë civile. Për fat mirë, jam një person që vjen nga kjo shoqëri dhe besoj që mbështetja e Komunës së Çajirit në të ardhmen do të jetë edhe me shoqërinë civile. Në përgjithësi, por me Kallirin e Mirësisë në veçanti, duke uruar që bashkëpunimi i ynë në të ardhmen të jetë edhe më i frytshëm. Përmes Kallirit të Mirësisë, pse jo edhe me Islamic Relief-in, duke ditur që ata kanë edhe projekte të ndryshme infrastrukturore, shëndetësore dhe të lëmive të tjera. Është një kënaqësi e veçantë që sot bashkarisht po ndajmë këtu një arritje të madhe, të cilën kanë realizuar palët bashkëpunuese në këtë projekt për Kallirin e Mirësisë, Islamic Relief dhe qendra për trajnime Infotech. Padyshim të shumta janë ato projekte të cilat i ka realizuar Kalliri i Mirësisë në sfera të ndryshme, por unë besoj që ky projekt që po realizon bashkëpunim me Islamic Reliefin dhe Infotechin është një projekt më i qëndrueshëm, më afatgjatë dhe më ndikues për shoqërinë dhe në shoqërinë tonë. Për atë unë i përgëzoj për këtë punë të madhe që kanë bërë, njëri të përgëzoj edhe të gjithë ata të cilët kanë përfituar nga ky projekt. Jam i bindur se para tyre është hapur një derë, nuk tham një dritare, por një derë e madhe për një ardhmëri më të ndritshme të tyre, të familjeve të tyre, po padyshim se edhe të shoqërive të tyre, nga se investimi që është bërë në aftësimin e tyre në sferën e IT-s, besoj që është një investim më i kërkuar, më shpresdhënës dhe një investim i cili premton. Tani do të ngelet nga ju se këtë derë e cila është hapur para jush, se sa do të keni mundësi ta shfrytëzoni dhe aftësitë të cilit i keni grumbulluar gjatë një periudhe një gjysmë vjeçare, sa do të arrini që të i vendosni në shërbim të karrierës tuaj, në shërbim të shoqërisë tonë dhe në shërbim të familjeve tuaja. Ftoj që mos të ndaleni këtu, po duke patë mbështetjen e organizatave të cilët e kanë mbështetur këtë projekt dhe janë të gatshme të mbështesin edhe projekte tjera, nëse do të keni ide inovative, kreative, të cilat janë në dobi
tuaja personale, po edhe në dobi të institucioneve të këtij vendi që jetojmë ne, po edhe të shoqërisë në përgjithësi, çdo herë jeni të bindur se do t'i keni dyert e hapura të organizatat që u kanë mbështetur, po edhe të organizatat tona, vetëm me një qëllim që ta ndryshojmë realitetin e kësaj shoqërie e cila ka nevojë për të u ndryshuar dhe për të u zhvilluar. Besoj që të gjitha subjektet të cilat janë këtu janë të përbetuar dhe janë të gatshëm për të mbështetur njerëz të ri dhe student të aftë sikur ju, vetëm për një qëllim që të kemi një ardhmëri më të mirë. Edhe një herë një falënderim të sinqert për Kallirin e Mirësisë, për Islamic Relief, për Infotekin dhe të gjithë atyre të cilët tregojnë gatishmëri që rinin ton të mbështesin dhe atyre të uqelin një derë për një ardhmëri më të ndritur dhe më të qëndrueshme. Selamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh. Na kemi folur shumë gjatë dhe tani nuk është momentit të flasim, tani është momentit të festojmë dhe t'ju urojmë secilit për jush shumë shëndet dhe suksesin në vazhdim. Ashtu si që kemi thënë edhe më parë, misioni juaj nuk përfundon këto. Tani sapo do të filloj një rrugtim shumë i ri dhe shumë profesional për secilin për juve. Ne në ditët në vazhdim, në javën e parë më konkretisht të muajit të ardhshëm në shkollë, do të mbajmë takime individuale me secilin për jush dhe do të diskutojmë për mundësinë e angazhimit në punë në ndonjërin nga kompanitë partnere që neve i kemi. Misioni jonë nuk ka qenë vetëm të përfundojmë një trajnim DSD, po ne ndihemi shumë të nderuar dhe të respektuar me besimin që na ka ofruar Kalliri i Mirësisë për përgatitjen e juaj në mënyrë sa më profesionale. Ne shpresojmë dhe urojmë për secilin për juve që të keni një rrugtim sa më dinjitoz dhe sa më të suksesshëm në të ardhmen. Bashkërisht juve e dini që Infotek i ka dyert e hapura dhe pas përfundimit të këtij trajnimi, andaj për secilin për jush, pavarësisht që keni përfunduar këtë fazë të parë, juve i keni dyert e hapura dhe gjithmonë çka do që keni nevojë, jeni të mirëseardhur dhe mund të vini rishtazi kudo që keni pas ndonjë ngecje sa do të vogël ose çfarë do koftë ajo, mund të vini dhe të përsëritni materialet kurdo që keni nevojë. Neve siç i kemi thënë prej fillim, nuk jemi të interesuar vetëm ta përfundojmë këtë trajnim. Neve kemi qenë dhe jemi të interesuar ta finalizojmë në mënyrën më dinjitoze këtë projekt voluminoz të cilën bashkërisht me Kallirin e Mirësisë dhe me përkrajen e Islamic Reliefit po e finalizojmë në mënyrën më të mirë të mundshme bashkërisht. Në kuadër të kësaj faze, gjithsej 30 të rinj përfunduan me sukses trajnimet të certifikuar në sektorin e IT-s. Prej tyre 15 pjesëmarrës u certifikuan në programet CCNA dhe CCNP në fushën e rrjetëzimit, ndërsa 15 të tjerë përfunduan programin Full Stack, i cili përfshinte zhvillimin e aplikacioneve front-end dhe back-end. Programet u karakterizuan nga intensiteti i lartë, kohëzgjatja e mjaftueshme dhe përmbajtjet e harmonizuar me kërkesat aktuale të industrisë. Vetë pjesëmarrësit vlerësuan se trajnimet u kanë ofruar jo vetëm njohuri teknike, por edhe vetbesim dhe perspektivë të re për integrim profesional, duke e parë këtë eksperiencë si një hap konkret drejt punësimit ose zhvillimit të iniciativave të tyre personale. Këto emra nuk mbeten vetëm simbolik, por pasqyrojnë në mënyrë të plotë vlerat dhe misionet e këtyre organizatave, të cilët kanë qenë si një dorë e shtrirë në momentet kur kishin nevojë për drejtim e për mbështetje. Ju jeni ata të cilët na keni dhënë këtë mbështetje dhe këtë program 2 vjeçar, i cili na ka shërbyer shumë për zhvillimin ton profesional, ku gjatë kësaj periudhe ne jemi përgatitur për tregun e punës dhe kemi zhvilluar aftësi të domosdoshme dhe të kërkuara në tregun jashtë ose domethënë për punën tonë. Ky proces nuk ka qenë vetëm një proces mësimor, por ka qenë një hap shumë i rëndësishëm drejt një të ardhme më të qëndrueshme profesionale, duke na ndihmuar që të besojmë në veten tonë dhe ta ndërtojmë karrierën tonë. Ndaj me shumë mirënjohje ju falenderoj nga zemra për këtë mundësi që na keni dhënë dhe për mbështetjen. Gjithashtu ju falenderoj shumë për mbështetjen e dhënë edhe që investoni tek të rinjt.
do më thanë në dije dhe në të ardhmën tonë duke na dhënë shpresë për të vazhduar në rrugën para nesh. Sot për mua është një ditë shumë e veçantë dhe me shumë emocion, pasi që po qëndroj para jush, pasi që kam përfunduar me sukses trajnimet CCNA dhe CCNP. Kjo arritje nuk do të ishte e mundur pa mbështetjen e shumë njerëzve dhe institucioneve të cilët besuan tek unë. Dua të shpreh falënderimin tim më të sinqert për Kallirin e Mirësisë dhe Islamic Relief për mbështetjen që më mundësua në ndjekjen e këtij trajnimi. Ju nuk më dhat vetëm një mundësi për shkollim, por më dhat shpresë, besim dhe një hap më të sigurt drejt një të ardhme më të mirë. Një falënderim i veçantë shkon edhe për Infotech Akademi për profesionalizimin, për kushtimin dhe cilësinë e lartë të trajnimit. Fal ligjëruese, sot ndihem më e përgatitur profesionalisht dhe më e sigurt në aftësitë e mia në rrjetat kompjuterike. Si rezultat i drejt për drejt i këtij trajnimi, sot jam e punësuar në kompaninë Netcio. Kjo është dëshmia më e mirë se puna për kushtimi dhe investimi në dije gjithmonë japin rezultat. Falënderimit të gjithëve që besuat tek unë dhe më mbështetët. Ky sukses nuk është vetëm i imi, por i përbashkët. Faza e përfunduar e trajnimit krijon bazën për vazhdimin e projektit, i cili në etapën e ardhshme do të fokusohet në zhvillimin e aftësive sipërmarrëse, mbështetjen e ideve inovative, krijimin e startupeve dhe regjistrimin e bizneseve të reja. Qëllimi final mbetet integrimi i të rinjeve në tregun e punës, nxitja e vetpunësimit dhe krijimi i vlerës së qëndrueshëm ekonomike. Po, me këtë nuk përfundon, Organizata Humanitare Kalliri i Mirësisë ka paraparë do thotë për studentët të cilët kanë përfunduar këtë trajnim të organizon edhe një trajnim tjetër të veçantë i cili ka të bëjë me sipërmarrësinë dhe aftësimin apo përgatitjen me bazike të praktike të nxënësve për sipërmarrësi, do thotë që të mund ato të fillojnë me zhvillimin apo hapjen e startupeve apo për vetë punësim. Edhe këtu do thotë Organizata Humanitare Kalliri i Mirësisë do t'i sponsorizojë këta student dhe nga 10 biznes planet që do të paraqiten pranë organizatës sonë që janë me ide më inovative, ne do t'i përkrahim për realizimin e tyre. Kalliri i Mirësisë konfirmon se do të vazhdojë angazhimin në projekte që investojnë tek të rinjët, forcojnë kapacitetet vendore dhe kontribuojnë në zhvillimin socioekonomik afatgjatë, me fokus të veçantë në vetëmjaftueshmërinë dhe përfshirje ekonomike reale.